Përshëndetje jemi të dashur. Shkojna me vitën e radhës Sokol Halili nga Drenica për Samir Shtakun e shumë të tjerë. Për besme që po më befason kur për ndëgjoj këtë zotrion që s'pe njof, është video dytë që pe bëj për to, në mënë video që i ka postuaj, po i debatojmë të bashku, se po më bom për shtypje, kështu që ma mirë për ndëgjojmë videon miq e diskutojmë të bashku. Qytetarë të Republikës së Kosovës drejtësak të mi, pas një kamuflazhe dhe një tentim manipulim drejtësisë dhe gjykata nga Samir Shtaku, prokuroria speciale me garantoj se është duke përcjellur çdo hap dhe çdo veprim i cili bie ndesh me ligjin. Dhe i garantoj qytetarët të Skënderajit dhe gjithë Kosovës, e garantoj shtetin e Republikës Kosovës se asnjëherë nuk do ta shkeli ligjin përveç veprimit në afekt. Veprimi në afekt është i lejuar në far standardi deri dikon, por tentimet e Samir Shtakut për ta trilluar drejtësinë dhe për ta manipuluar drejtësinë nuk do të kanë efekt. Ne ju e dini fort mirë, Samir Shtaki ka tentu të adhrest avokatin, ka dhe ordhën me vra avokatin Gazven Halilaj, është dënu 2.000 euro. PZAP-ja, Nuk e di kjo në shërbim të Samir Shtakit, dëshmu. vetëm pse ku më thon kriminal Samir Shtakit, unë ka dënu 17.000 euro. Wow. Për gjitha këtu, është informume 17.000 çdo institucion. Se fundni, një milic, Ku a demokracia këtu? emnin e ko Qastim Iftari. Bashkë me Mergim Shtakin mi kanë prish votat të shil. Por nuk e lëshaj, kur ta kopi nuk e lëshaj. A i si ferkohet për me, a i është i humbun. Edhe milici mashtrus, që ka bo, ka morë për mo hakmer, kur e kum denoncu në policin, në inspektoriate, në gjytësie, në non dëshe, a i që ka bo për mo hakmer, e ka që vojzën e vetë, si inspektore, me ordë më plaçkit mund shprën të shpetem. Sa shkaja ordë, sa do të mi pagu parkingin dhe. Cle parking? Tha shto është. Atë parking, tha shune jam pronari tina. Tha a i parkingun pronën tem. Qysh parkingu jetë me stime pagu? Edhe ja ka njësa ja se mësu me milicin, në të kohën e Miloševiqit. Kanë harru se u derë gjake kemë dho familjare, kemë dho pjesë për me kotë lirë. Me funksionu ligji drejt, po jo kriminell. Thash ti, ferja bektuit, thash dhe shko bani të fola Samir Shtakit. Edhe fa dilnur është kështu e kështu. Hup, thash bektuit. Dhe me thonë, kanë ardhë, kanë tentu më plaçkit në pruën tem. Këto ka ordhnu Samir Shtaki. Pastaj, ordhëm ka kërku folje, inspektoresha, pepia, milicit, bashkë me drejtorin e... Me drejtorin, që pa të emnin e Haliti mi emnin, edhe një tjetër. Në ora pas dite, i ka urdhëru Samir Shtaki më denoncu. Baja ge, na ke pengu në punë. Jo, Samir Shtaki, kriminell të unë kanë pengu. Në vend punës, në prontem. E o gjitha herë dhe të veproj, ashtu si ti e meriton. Asni herë nuk do të fiton krimineli kundër drejtësisë. Drejtësia vanon, por nuk harron. Çdo veprim i metem është humbje për ta. Nuk ku hi Sokol Halilin politik që të fiton. As në poshtet, edhe prokurori speciale ja konfirmova. Sokol që nuk e në politika? Kanë kur denoncu nuk e ka. As nuk e kam njetë mi denoncu kam. Por, po se dhja, po dhe fjali dhe kjo, une do të veproj vetëm në afekt. Duke mbrojt legitimitetin tim, duke mbrojt dinitetin tim, dhe duke mbrojt pronën time. Inshallah së PDK-s, se ditë PDK-s. Jam një njeri, një taksa pagus, i cili në fillim të vitit, në janar, kry gjitha obligimet ndaj shtetit. Andaj, nuk pranaj as milis, as inspektor, e as kriminell që të vinë e dojnë urdha personale duke qenë prona në pronësi tem
e jonë pronësit komunës. Prandaj, familje Shtoke është Mo më çfarë se kuptojmë se i do këthen të. ato prona, ato krime që ja ka bo dhe ja ka dhënë terroristë Prona dhe diku kriminalë. tjetër me thonë me shku, pronë diku Sa tjetër. vjetë verët me mu, se nuk ta qetë me mu. O mi e kërcopi, sa da që munu është me prokurori, sa da që munu është me polici, sa da që munu është me terrorist. Rruga jonë dhe të në zatet shumë shpejt. E ato ma të verët, ato qitat mi e kërën e copit, e në ta mojtë bëtha del. Po jo me dalavere, me hyqimet, se ti e ke pos me hyqimet gjithë, e ki vlog, i cili ka qenë kumori komandirit, u këshin Lështoki. E ki me ke shok Milano Adejqicin. Na dim kush jeti. Unë me hyqimet se kum pos kur. Bobën e kam të masakrun, bab gjyshin, vron, kam vareza gjithë Kosovën, asë një herë si nga ku miq, me regjimin e Miloševićit po armiq. Prandaj, të gjitha këto familje të dëshimta, trahtore, shpillne, këto janë në shërbim të Samir Shtokit dhe prap jë ndollë kundër neve familje ndershme. Neve familje që jemi sakrifiku dhe kemi kontribu që vendi jonë tjetë i lirë dhe pavarësia jonë tjetë kjo plot, po jo me kriminal. Andaj, e falinderoj shtetin për cilin këmë dhonë, familjare, ploge, që më garantoj se në rast se është e vërtet që ata e nërtë kanë pengun vend punës edhe të kanë denoncu, janë institucionet qendrore që do të vendosin e jo institucionet e Samir Shtokit në regjen Mitrovicës. Kjo do të me konë, shtetin mbi gjitha. Më siguraj dhe mbonit një nga krenar se vërtet ja pas ka vlet luftojmë, vërtet pas ka institucione cilat me përcel kanë situatën nga ofër dhe po e nish kanë pa drejtësi. Pa tjetër, po këto e bënë Albin Kurti, Sa i dhe përket vendosja. ligjit dhe kushtetutës të obligës Kosovës, asë njëherë nuk do të shkeli me vedije. Bravo të kohë. Allah, Por, respekt mo. veprimet në afekt, në vetë mbrojtje, asë njëherë nuk i kum noli, asë nuk do t'i noli kur. Ja kum koll shkof 1998, ja kum koll shkof tjetër në Lozon Zhitrës 2002, edhe çdo herë, në 30 maj 2002, e kum shliru një familje komplet, nga një kriminal, nga një terrorist. Edhe tash jam i gatshëm ta mbroj çdo cep dhe çdo milimetër të integritetit tim personal dhe ato ku i thohet bukës buk e ujt uj në dërnicën tonë heroike. Jo e dini se veç burgin e kini. Jo e dini me gjithë të krime që i kini bon, nuk e di. As në Afrikë nuk do t'ju le Republika Kosovës. Shteti po forcohet. U arrestu Fatmir Shehulli. Do të arrestuhet u Këshilli Shtoki. Do të arrestuhet Akim Idrizi, milici. Do të arrestuhen krejt bashkëpunëtor të Serbisë një ka një. Por, për momentin, është super i fuqishëm Samir Shtoki në regionin e Mitrovicës edhe po i mbron. Se shteti dhe fëmijët tonë nuk do t'jetojnë në thunë ata askujt. Nuk do t'ketë më njerës të fortë mbi ligjin. Ligjin mbi të gjithë. Uniforma Republikës Kosovës mbi të gjitha. E jo kriminal. E në këtë aspekt do të shkojmë dhe në fund. Por asë një herë, në asë një qmim, nuk do të amposht kriminali Sokol Halili. Se une nuk hezitaj. Une nuk mposhtëm. As nuk blihem, as nuk shqitëm. As nuk shqitëm. Gjë është Shqiptare është vetëm as nuk shqitëm për respekt. Nuk tjetërsohet për asgjë. Respekt. Qytetarë të Republikës e Kosovë. Une e kom Sokol Halili veç një lutje Allah. Qërë merë në vesh Allah mës bërën e par belaje pa kur gjë që jem shqiptarë mbi gjitha. Ka ndodhë sa ka ndodhë, s'po di, sa ka ndodhë, s'po du me dita, s'po më intereso me shpirt tresh, po thomë këtu, nga zemra që ma mirë me mujtë më pas marrë veç dy qyshe me ilon këtu, la, a e rrugës vetë të tonës, se mos e bo zot me bune farë probleme, në farë të mere, atëre asë që vynë ty, asë atina. Kështu që misë të dashër,
Mire pashëm e të radhës. Zoti i rujtë shqiptari ku do qeni. Mire pashëm.